Sa vite kishte djali që jetonte në Greqi? Jetonte me familjen atje? Po më duket se aty kishte lindur. Atje lindi. Ishte tifoz? Po dimatëri me ndeshin një ekip basketbolja, nuk e di çfarë ekipi ndishin se. Kush los, na futbolla, po jo futboll nuk e. Në Rumania, se nga ikni, nuk i di mirë se pak e dëgjova në televizor, vetëm që e dha. Edhe si ikin me furgon, kemi përplasur me një kamion, nuk e di mirë çfarë ka ndodhur. Edhe kjo është ngjarje. Jetonte në Greqi. Aty kishin lindur, ja aty kishte vdekur. Me kë jetonte? Me motrën, me këta. Me të janë. Nuk kemi patur shumë lidhje që kur i vdiqi ati, dhe e jema u rimartua, me një tjetër dhe ne nuk dim tash se çfarë ndodh këndë. S'ka ardhur njërë në Shqipëri atë. Kjo në fakt është një tragjedi shumë e madhe. Ju si e keni përjetuar duke qenë se është i afër me juaj? Po pavarësisht se ne nuk kemi patur lidhje, se si qikën dhe ne nuk vinim do se s'kemi as ato karta, pasaporta që të vejme. E duke vdekur dhe kushëriri, mbyllen shumë gjëra. Nuk dim se jam martua, pastaj këta nuk u lidhëm me që të kuptoni. Babai e ka lënë në moshë të vogël, Po kam gati 10 vjet ati. Ky që një 3-14 kur ka vdekur ati. Ndiqaj nuk është. Ishin emigrantë në Greqi edhe nga Korça dhe gruaja e jema. Janë të gjithë nga Korça. Edhe si qikën shqiptarët. Andaj kanë lindur dhe djali dhe një vajzë që ka leve. Edhe ashtë i rritë pati keqi këtë djali. Edhe shpratë si e madhe shumë. Të me keqi. Qatë të një të tërë? Mushëllime. Faleminderit. Mushëllime. Ma thuaj pak emrin të lutem? Thomaq. Thomaq? Ninka. Faleminderit.